Thank you very much. Good night. Adriana! Okej, tu filloj me këto të mëngjesit. Më pëlqej të që kuj ka. Gjuiz. Mëngjesi është edhe këtë më tanë. Po ha mëngjesin edhe jemi shkoni pak të bajt, Steffinplatz. E gjetëm edhe këtë pjombon e madhe këtu. Do me thënë, kur hapesh fanari këtu, bëjnë video, foto. Ua, këtu që ka bukur. Mirë mëngjesi, zemrat e bukura. Na gjeni prap në rrugë. Kjo është një rrugë, duket quhet Kartner Slash, nuk e mend. Nëse, atëherë jemi në Vlogmas 21 edhe jemi në ditën e fundit në Austri dhe jemi këtu në Vjenë. Dhe do na duhet, sepse mi ngritur në mëngjes, si që patë nga mëngjesin, Andi do me thënë iku shumë herët me tren, ka kap trenin e parë, bashkë me Klaudia, sepse duhet që të ishte në punë. Dhe që duhet thoja, po shikoj këtu shumë dyqane, po prisja në fakt që të hapeshin, se për dhurata ka marrë 2-3 gjërat vogla, se nuk mundem dot që të mbaj diçka, me thënë me pesh, por gjërat vogla dhe ka marrë, do me thënë, dhuratat vogla për këto të shtëpisë, na ka marrë malli për pjesën tjetër të familjes. Edhe unë gopum, hëngrë mëngjesi shumë i mirë, hoteli super hotel, ka pëlqyer shumë, megjithse ato gjërat që kishim vendosur frigorifer nuk më pëlqyen. Bëm dhe fotot e fjongon madhe, i gjetëm fjongon e kuqe, shumë e bukur, bashkë me Adrianushin, kemi bërë të dyja. Tani do marrim valixhet dhe hoteli ka në dispozicion taksi dhe do ikim në aeroport. Pra dita e fundit në Vjenë ose në Austri. Por që jemi knaq, ja kemi kalu shumë bukur. Sinqerisht, mund të them që i kemi nxjerrë ujin e zi. Sot jam pak e shplodhur, po që kam qenë shumë e lodhur sepse nuk kemi lënë vend pa bredhur. Pavarësisht sepse jo të gjitha i kanë filmuar, disa pjesë i ka filmu vllai, unë ka filmu vetëm për vlogje dhe disa fotografi kujtime. Wow, sa bukur! Edhe Adriana që shikon dekoret këtej, kështu që shkoj marrim valixhet në hotel edhe ikim në aeroport sepse kam frikë se do jemi vonë. Edhe unë që e mbaj telefoni se telefoni më kap shumë afër, këtu bën një ftoftë i zi.
Calvin Klein, një për shoqe, një për Argitën. Se kapa të detit. Dit verschillend. Dus neem 75. Dhe wala, erdhëm në shtëpi, ku kam lënë këtu dy valizhet, pra valizhen dhe çantën. Edhe çfarë doja t'i thoja që kemi ardhur shumë mirë, po jam shumë e lodhur sinqerisht, sepse kemi flet shumë pak gjumë, kemi breth shumë, edhe jam e kputur, do me thënë vajta për pushime, por sinqerisht u kënaqa, ja vlente. Punet mi ka bërë Argitushi, ka fshirë, ka larë, ka nder robët, do me thënë ka larë shumë lavatrice. Edhe krevatin këtu e ka rregullu si ç'dia jo. Ka vënë këtë të kuqen këtu, po e ka vënë bukur do me thënë këtë të kuqen këtu. Megjithëse do më duhet i ndrej çarçafët, po se di sot nuk kam pikë fuqie, nuk kam dërmend merrem me asnjë punë. Shpinën e ka fshirë. Më ka thënë që nuk e ka fshirë për ditë, po si s'ka gjë. Hajde. Aq sa kohë ka pas ajo e ka fshirë. Tani do shplodhem, do bëj diçka për të ngrënë për gjithë. Do gatuaj pak, shikoj një që ka bërë Fatmiri aty, se më duket ka gatuar mbrëm, që ta kishte gati për sot burri im i dashur. E kam nxjerr tani për t'i shpërndar pak, t'i vendos disa në për vende. Do me thënë kam hequr ripin, por ajo që doja t'i tregoja ishte që mora 2 dhurata të vogla, t'ju tregoj. Pas kam bidonin e ujtit. T'ju tregoj pak që mora parfumet që ju a tregova. Ok, këto do t'i vendos këtu. Parfumet mora një për shoqe, mora një për Argitën. E kam vendos këtu. E morëm dhe këtë me vete që i qëlloj Adrianës, me zorna e nxeu lavatricia. Edhe për të sistemuar, nuk është se do mundem do tani, pak më vonë mbrëmje. Ajo që do bëj unë tani, se i ndava disa që janë për të larë, edhe i kam hedhë këtu, dhe doja t'ju tregoja që Andi ka blerë Fatmirit një dhuratë. Shikoni pak çfarë i ka marrë. E kam heq nga qese sepse e paketua, por problemi është që mua nuk më nxe valixha e vogël as çanta, se kisha full plot dhe kisha frikë se thyje dhe futa këto pra. Shkoni pa. Çubuk lull. Ta mbushi Fatmiri këtu dhe t'ja pastroj çik. Edhe se ka par akoma. Unë e pas kam kthyer mbrapsh këtë sinqerisht. Edhe do ja vendosim këtu. I ka marrë kështu varse për çelsat e makines, gjërat bukura. Do ju tregoj edhe për Argitën, përveç parfumit i mora edhe Argitës një varse. Ja ka marrë njësoj me Fatmirin, po Argita ka vendosur këtë çelsat, unë do ju tregoj vetëm një herën. Edhe pata dhe një kështu, një dru që lexon vjen i punuar, i ngjyrosur. Se di do me thënë ku është. Kam lënë dhe disa gjëra atje, nuk i mora, ja lash Claudias. I mora dhe atyre nga një dhurat. Ka veç dhe pijama të ndrova. Shkoni pak. Kjo është e Fatmirit. Është edhe Argitës, ja ka marrë të njëjtën. Ku lexon Vjena. Është shumë e bukur, më pëlqeu. Se di, a është mirë te kamera, që duket. Turtullohet, pëlqeu se kishte edhe ngjyrë floriri dhe është me gur, është e njëjta. Ja ka marrë të dyve dhe ka marrë edhe një kështu që ngjitet te frigoriferi. Këtyre gocave që jetojnë në Gjermani, në Austri, në Zvicër, nuk e di, mendoj se edhe Zvicra do të flasë gjermanisht apo ndryshon pak, nuk e di mirë. Duket se ndryshon pak e Zvicrës. Ka tjetër gjuhë, ose ka 2 gjuhë, nëse nuk gaboj. Kaq, po shkoj të marrë tjetrën, s'po gjej atë të drurit ku e kam. Se e di që i kisha lënë këtu. Si gjej. Ja, këte po kërkoja. Kjo është. Dhe parfumi këtu, vendosim çik dhuratat këtu. Këto janë geta, shumë të bukura. Janë geta që të bëj dhurat.
Po s'po ja themi me emra se ne i shohin gocat. Ja ku e kam vendos këtu, Vjena. Këtu janë paka shumë, por nuk i kam vendos gjitha, sepse ngarkohet frigoriferi. Kudo që kemi qenë, domethënë, kam marrë diçka për ta ngjit tek frigoriferi, por nuk i kam vendos gjitha këtu, nuk janë gjitha, sepse cana janë thyer, kurse tjerat ka marrë kështu për skulptura, gjerash, për bukuri, për t'i vendosë kristalira. Dhe i vendosa këtu edhe Vjena. Shumë e bukur ja këte, do t'ju tregoja. Ja bëra dhurat vetes. Do të shihemi në vlogmasi tjetër nesër. Mirupafshim.